Vetëm 10 ditë në ndaj nga finalja e madhe e Ferma VIP 3 dhe gara po hyn në fazën më të nxehtë të saj. Pas një jave të mbushur me debate, akuza dhe tensione, nata e 21 prajm pritet të sjellë zhvillime vendimtare për rrugën e fermerëve drejt çmimit të madh. Në ferm duket se askush nuk është më i gatshëm të bëjë kompromis, ndërsa rivalitetet janë bërë më të dukshme se kurrë. Aleancat po testohen dhe raportet mes fermerëve po kalojnë në një provë të fortë, pikërisht në momentin kur çdo veprim mund të ndikojë në rrugën drejt finales. Një nga temat që pritet të marrë vëmendje gjatë spektaklit është raporti mes Sonit dhe Sarës. Pas afrimitetit që kanë treguar gjatë rrugëtimit në ferm, së fundi mes tyre janë vënë re krisje dhe qëndrime të ndryshme, duke ngritur pikpyetje nëse miqësia e tyre po kalon një moment të vështirë apo jo. Po mos pini nga inati njëri tjetrit. Por surprizat nuk do të mungojnë. Produksioni ka paralajmëruar një surprizë të madhe, e cila pritet të ndryshojë atmosferën në ferm dhe të sjellë emocione të forta. Momenti më i rëndësishëm i mbrëmjes mbetet televotimi. Pas shtyrjes së eliminimit në prajmin e kaluar për shkak të përjashtimit të Sërginit, publiku sonte do të vendosë përfundimisht se kush do të largohet mes Ilirit, Sarës dhe Zhakut. 3 prej personazheve më të komentuar të këtij sezoni presin verdiktin e publikut, ndërsa largimi i njërit prej tyre do të ndryshojë ekuilibrat e lojës vetëm pak ditë përpara finales. Me emocione që shtohen nga dita në ditë dhe me garën që po shkon drejt fundit, nata e 21 prajm premton përballje, surpriza dhe një eliminim që mund të ndikojë drejt për drejt në rrugëtimin drejt kurorëzimit të fituesit të Ferma VIP 3.